Nënkryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Bujar Osmani, në rrjetin e tij social Facebook, ka reaguar ndaj ligjit të propozuar për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Ai është shprehur i prerë, duke thënë se ky ligj është i dobët dhe nuk mund të jetë zëvendësim për balansuesin. Për këtë konkludim, Osmani ka sqaruar edhe arsyetimet. Sepse nuk është më i detyrueshëm por orientues, sepse nuk vepron automatikisht, por varet nga vullneti i administratës, sepse nuk bllokon vendimarrjen kur shkelet përfaqësimi, por vetëm e regjistron atë, sepse nuk vepron ex ante, po ex post, sepse nuk krijon pasoja juridike të drejtpërdrejta për mos respektim, sepse zhvendos barazin nga e drejta në politikë publike, sepse lejon interpretim, shtyrdhje dhe relativizim, sepse nuk garanton përfaqësim real, por menaxhim të përfaqësimit. Nënkryetari integristëve më tej shton se balansuesi ka funksionuar sepse nuk linte hapësirë për improvizim, ndërsa ky ligj, thot ai, le vetëm hapësirë dhe kur ligji krijon hapësirë, Osmani thekson se pavarësia gjithmonë e shfrytëzon. Ndryshe, ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat ka marrë mendim pozitiv nga Komisioni i Venecias, ku ishte dërguar para disa muajve.